20 momentet papërshtatshme të shfaqura në televizion live. Gazetari hyn zhndrohet në një mjeshtër të kung-fus. Një grua kalon para kamerës, është hyrë në tokë, pastaj fillon të grindet me kameramanin. Gazetari thot: "Më falni, kam një ftoje të keqe. Është ai lloji që ngjitet. Po regjistrojmë tani." "Po regjistroheni? Kjo është keq. Nuk e dija që ishte kamerë. Më vjen keq për këtë. Po vjen në Chicago, merr një pije." Të paktën kameramani ishte i përkushtuar ndaj shfaqjes së tij, pas një shpërqendrim. Ishte aq i përqendruar te gazetari, sa ra në ujë sepse nuk po shikonte ku po ishte. Duke folur me kapitenin Joe Merritt, ai tha se kishte qenë aty për 20 vjet dhe zakonisht të bënte notin e mëngjesit. "O, miq, sapo patëm një incident me ujë, por Chris Bunker, fotografi ynë, është mahnitës dhe po e nxjerrim jashtë." Përpjekja për treguar një shkallë në televizion dhe ta provoj atë nuk shkoi siç ishte planifikuar. Absolutisht në rregull, do ta shihni. Aty shkojmë. Charlie del me kohën e mbritjes. "Nuk ka rëndësi, largohu nga këtu. Qëndro te koha e mbritjes. Më falni për këtë. Të pëlqen ajo pamja e mbritjes? Koha standarde e mbritjes." Po përpiqet të godas shishe nga tavolina, por të gjithë e dim që nuk do të funksionojë. Do të them se pastruesja ka nevojë për një rritje pagash për mënyrën se si pastroi atë gotë. E bëri të padukshme. Në restorant, menyja bëhet tema. Mendoni për sa shumë njerëz po i prekin ato. Drejtori i lajmeve nuk mund ta fshihte reagimin e saj për ushqimin e kuzhinjerit. E mendonte të neveritshëm dhe ja tha kuzhinjerit duke lënë atë pa fjalë: "Ky është vërtet shumë i shijshëm. Nëse ju pëlqen limoni, do ta dashuroni këtë." Shumë. Çfarë ndodhi? Më falni. Nuk është kaq i mirë. Kjo është e parë që ndodh. Më falni, shef. Një grua në anën e majt pothuajse bie nga skena pasi takohet me presidentin. Drejtuesi i lajmeve hedh mikrofonin në tokë dhe nuk e kupton këtë. Kërkon një pushim, por prezantuesi e injoron plotësisht. Roberti Grove City akuzohet për komplot për trafikimin e drograve të palishme dhe pastrimin e të ardhurave të krimit, si dhe për dorëzimin e deklaratave të reme tatimore midis 1997 dhe 2006, shumë akuza. Mirë, duhet të marr mikrofonin tim. Ra? Nuk mund të bëjmë pushim? Ai harroi se ishte live në televizion. Kur e kuptoi, shpreha e tij e fytyrës ndryshoi menjëherë. Një skuadër lajmesh u largua nga rruga sepse një makinë shpërtheu në vendin e krimit, duke kaluar mbi shiritin ngadalë. Shumë prej jush po zgjojnë dhe po e mësojnë këtë për herë të parë. Ata gjithashtu po zgjojnë. A jeni mirë? Çfarë mund të shkojë keq vetëm duke tundur një kampion? A mund të marrim një tingull? Sigurisht. O zot, momenti i tmerrshëm aty. Shëndet dhe siguri. A jeni mirë? Kjo është. A nuk është turp të biesh para njerëzve, veçanërisht një autobusi që po lëviz? Një grua e bëri këtë para të gjithëve në televizion live. Ju pëlqen drama? Atëherë jeni një person shumë i lumtur sonte. Asnjëherë nuk ka një moment të mërzitshëm me këtë mbretër. Her pas here dukej sikur nuk do të ndodhte. Pastaj ndodhi një moment i pabesueshëm. Gazetarja jon pothuajse u godit nga një makinë live në televizion, por i u kthye në kohën e dur kur doli nga shinat. Ishte kaotike dhe konfuzion. Ajo pati një defekt të veshjes në televizion live kur i pi Sajra. Dy punonjës po përpiqeshin ta veshin përsëri. "Kemi një defekt të veshjes, ripi ra. Mund të ndodhë edhe te më të mirët." Kjo do të jetoj në mendjen e tij për gjithë jetën, kur ran televizion live para mira shikuesve. Gazetarja menaxhoi si një profesioniste, u shqetësua për një moment, por mbeti e qetë dhe vazhdoi të raportonte. Ai tani mbahet në burgun e qarkut Jefferson me një garanci vetëm me para prej $1 milion. Kjo ishte një përplasje e vogël prapa nesh, por nuk ka asgjë shumë serioze. Do t'ja kthejmë juve. Kjo ishte me siguri me qëllim. Shoferi e ktheu koshin në momentin e fundit për të goditur gazetaren në televizion live. Çfarë më shqetëson më shumë? U shpresoj që fjalimi yt i madh të shkojë mirë, por përfundon duke u turpëruar. Një reporter mendoi se ishte një merimange vërtet dhe u friksua para të gjithëve. Nuk mund ta imagjinoj si do të vepronte nëse do të ishte e vërtet. Ajo vesh një robë të gabuar në skenë dhe kur ul, u gris plotësisht. Një punonjës i solli një peshqir dhe ajo vazhdoi të këndonte. Ja disa këshilla të shkëlqyera. Gjithmonë kontrolloni kupën tuaj para se ta hidhni mbi veten.
Unë nuk kam të drejtë të ankohem, nga ana tjetër, Dave më dha një filxhan si ky. A e bëra këtë në ajër? Nuk e dija se kishte diçka brenda. Kjo është turp. Në një program makeover në televizion, prezantuesi u kap duke veshur një bluzë të papërshtatshme që tregonte shumë. Po, unë jam Claire Zvenei dhe po shihni 60 minutë makeover. Sot jemi në Forest Hill, juglindje të Londrës, ku fëmijët kanë marrë kontrollin duke na thirrur, po lutem për një makeover. Kur harrojnë kufizimet e peshës në sken, e kemi parë këtë shumë herë. Shishe shampanjë dhe televizion live nuk bëjnë kombinim të mirë. Imagjinoni të bini në tokë para kamerave, një reporter plotësisht live në televizion. Gazetari u turpërua, nuk mund ta besonte se çfarë tha. Kishte për të thënë zgjedhje, por nuk do ta besoni çfarë doli në vend. Mark ka patur premtime për ndërtimin e M4 East, që disa thonë se është autostrada më urgjente në Sydney, por është shumë errët për të emocionuar. Tony Abbott ende duhet të zgjidhet. Duhet ta votojnë atë që të ndodh kjo. E jemi tek ju. Ajo harroi se ishte live në televizion dhe ishte kaq e qetë sa nuk ishte shqetësuar fare. Një prezantues radio era nga karrige e tij. Nuk mund ta imagjinoni se si do të kishte tingëlluar në radio. Presidenti u përshëndet nga një grua në Francë. Një djalë i rastit e kapi për fyti dhe më pas u kap nga sigurimi. E kuptoni që ajo është e turpëruar? Fryma e saj ra dhe ajo e ndoqi atë live në televizion. Për vite me radhë, pyet e njohura dhe sponsorizues të mëdhenj me xhepa të thellë kanë ndihmuar me një ngjarje kolosale të mbledhjes së fondeve. Është një festë e madhe për të mbledhur para për pacientët me sëmundje kronike të veshkave. Nëse ju pëlqeu videoja e sotme, kontrolloni videot e mia të tjera që shfaqen tani. Abonohuni për më shumë, shihoni dhe kaloni ditë shkëlqyer. Shihemi në videon e ardhshme. Paqe.